fillimisht dua të konstatoj që nëse shqiptarizmi do ishte fe, nëntori pa dyshim do ishte muaj i shenjtë. 28 nëntori, sidomos, është kryefjala formuese, frymëzuese dhe historike e kombit tonë. Le të jemi të qartë, emri shqiptar nuk u gdhen nga lehtësia, por nga sakrifica, nga male që qëndronen si roje të një betimi të pathyeshëm, nga lugina ku liria përshpëriste në përshekuj, dhe nga një popull që mbante identitetin e tij si një flak të pashuar në për korridorët më të errëta të historisë. Ky identitet është një thesar kulturor, me flamurin, gjuhën, traditat, zakonet, vallet, këngët dhe veshjet, europiane, autentike dhe breslënse. Këtë pasuri kombëtare që e kemi mbrojtur heroikisht me luftë, kurse si nuk mund ta dorëzojmë me mos përfillje në paqe. Është lashtësia e pellazgëve dhe jehona e ilirëve, vuajtja e arbërve dhe nga dhënimi i Gjergj Kastriot Skënderbeut, krenaria e rilindësve dhe kryengritja e malësorëve, pavarësia e Ismail Qemalit dhe qëndresa e Adem Jasharit. Për më tepër, është shpresa pa epur se ditët më të mira janë ende përpara për këtë kombë të sprovuar. Mbi të gjitha, është amaneti ndër breza i patretur, që pa Kosovë e Çamëri, Malësi e Maqedoni, jo, nuk ka Shqipëri. Organizimi ynë sonte shërben si tregimi më i bukur se si kjo ëndër siguron vazhdimsinë, madje edhe largat dheut. U plotësoft edhe atje si sot këtu. Rroft Shqipëria e Bashkuar dhe Zoti bekoft të gjithë shqiptarat këtu dhe kudo. This is a day of solemnity, this is a day of celebration, but this is also a day of acknowledgement. And we have a certificate of acknowledgement to give. And I will read here in Albanian. Për kontributin, angazhimin dhe përkushtimin e vazhdueshëm në forcimin dhe përfaqësimin e komunitetit shqiptar në Windsor, gjatë vetëm një viti aktivitet, shoqata ka arritur vlerësime, antarësime dhe mirënjohje të shumta nga shqiptarët dhe kanadezët. Fal punës së madhe dhe përkushtimit, u zhvilluan me sukses shumë aktivitete të ndryshme që pasuruan dhe bashkuan komunitetin tonë. Kjo certifikat mirënjohje i takon kryetarit të shoqatës sonë, Zoti Turan Kuçi. Vërtet këtë se prita, ishte një befasi shumë e bukur. Unë nuk kishte pika e skaletës së të bashkohemi bashkëbordi, por shumë faleminderit për këtë mirënjohje, vërtet nuk e prita. Në zonën befasi, ju dua shumë, ju çmoj për punën e jashtëzakonshme që keni treguar për këtë vit, dhe çdo të fjalë të mirë e të lavdit për ju. Faleminderit shumë, bordi nderuar. Faleminderit shumë komuniteti i dashur që na keni japur besimin dhe që kaq shumë po afroheni, mblidheni, kontriboni për komunitetin tonë shqiptar. Bashkë do të shkojmë shumë larg, do të bëjmë gjëra të mira të bukura. Ju inkurajoj, faleminderit shumë. Faleminderit.